Në vim të informacionit para prak të dhënë brëm për aksidentin në aksin rrugor Koplik-Bajz, informojmë se specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin AV 55 vjeç banues në fshatin Jeran, pasi duke drejtuar automjetin, dyshohet se për shkak të një manovre të gabuar ka përplasur automjetin me drejtues shtetasin AG 20 vjeç. Nga aksidenti u dëmtuan të dy drejtuesit e mjeteve, të cilët janë në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin HG 47 vjeç, banues në fshatin Trush, pasi ka goditur me grusht shtetasin KP 44 vjeç për motive të dobta. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori për dy raste të ndodhur atje. Në fshatin Grudere ka rënë një zjarr në banesën e shtetasit në R 42 vjeç. Dyshohet për rrjedhjes së gazit nga bombula, si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Në lagjën Skënderbeg ka rënë një zjarr në banesën e shtetasit FG 34 vjeç. Dyshohet për rrjedhjes së gazit nga bombula, si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vauidejës referuan materialet në prokurori, pasi dje në fshatin Bachram dyshohet se aksidentalisht ka rënë një zjarr në një stall bagëtish që nuk përdorej prej vitësh në pronësi të shtetasit HK 66 vjeç banues në Bushat. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.